Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Reze Dielli, ju përshëndes të gjithëve, faleminderit që jeni në ekranin e Report Televizion dhe jeni duke na ndjekur në programin e çdo mëngjesi. Jemi çdo ditë nga ora 9 deri në orën 11 për të sjellë tek ju receta të mira, të shijshme, të thjeshta që mund t'i përgatisni fare kollaj në shtëpitë tuaja, e po ashtu tematika që sa vjen dhe bëhen më të dobishme, më utilitare, më afër jush. Për shembull, sot do të flasim për kujdesin që duhet të kemi në frigorifer, kujdesin që duhet të kemi në shtëpi për të mos rrezikuar helmimin nga ushqimet. Si duhet t'i vendosim ushqimet në frigorifer, si duhet të kujdesemi për ushqimet që i gatuajmë dhe më pas i ringrohim apo i ripërdorim apo i lëmë të qëndrojmë për orë të tëra apo për ditë, qoftë në frigorifer, qoftë në ambientin jashtë frigoriferit, në ambientin e shtëpisë. Ka disa rreziqe për baktere që ne të kontaminohemi, por jo vetëm, janë disa mënyra kujdesit, të cilat ne duhet t'i kemi parasysh, jo vetëm për helmimet të çastit, por edhe për lloje të ndryshme infeksionesh që ne marrim pikërisht brenda ambienteve tona të shtëpisë. E kur bëhet fjalë për toksinat apo për helmimet, sigurisht vëmendja duhet të fokusohet tek fëmijët tanë. Ne bëjmë gjithçka për t'i mbrojtur ata, por duhet kemi kujdes tek mënyra se si ju qasemi ndaj objekteve të ndryshme në shtëpi, ndaj lodrave pafund që u blem fëmijëve, lodra të thjeshta të lira, të cilat përmbajnë padyshim kimikate, toksinat të cilat ndikojnë padyshim tek shëndeti i fëmijëve tanë. Për të gjitha këto tematika dhe më shumë të tjera, do të kemi mundësi të flasim me eksperten toksikologe. Në pjesën tjetër do të kemi mundësi të japim disa këshilla në fakt për vapën, se si katërputroshët, kafshët e shtëpisë e përballojnë vapën, temperaturat e larta. Ne shpesh themi që kafshët e shtëpisë janë si antarët e familjes, ndaj njësoj duhet të kujdesemi edhe për ta, për të përballuar vapën, për ushqimet, për nxjerrjen jashtë, cilat janë temperaturat më të ideale ose si t'i freskojmë ata, a është qethja e tyre një mënyrë për t'i freskuar apo jo. Të tjera këshilla do të marrim nga mjeku veteriner, por edhe nga pronar të kafshëve shtëpiake dhe që janë të apasionuar. Do t'i ndaj macet, qentë, të cilët kanë kujdes më të veçantë dhe këshilla specifike nga veterineri ynë. Tani le të shkojmë tek Albana na pret në kuzhinë. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Ja te kemi me Albanën, me produktet gati. Mirë se erdha dhe vetëm, se do Mirë se erdhë. Mirë se i gjetëm visat tona, zonjat e shtëpisë. Këdo dhe zotrinjt që na ndjekin së bashku me zonjat e tyre dhe na kanë telefonuar dhe sot do të kemi mundësi dhe të komunikojmë me to. Temperaturat janë të larta, plazhi ka filluar, gatimet, freskia, pushimet, temat e verës. Të gjitha bashkë do t'i diskutojmë, do të kemi mundësi që në këto orë të flasim edhe të gatuajmë. Albana, çfarë do ne hapë sot si variant të parë? Të fillojmë me sa gurabie me limon. Janë ato gurabiet, gurabiet e çara që sheqeri plur futet brenda. Ato më tepër janë duken si lodra plastike, po jo të dikushmet, ato që janë të tanishmet. Janë shumë të mire, janë të buta, janë si sfungjerë, por për të pasur të gjithë këtë gjë që the mund si sfungjerë, edhe kështu me plurë, edhe me kështu me të gjitha. Më duhet ky mielli këtu. Kjola këtu më duhet. Kjo se bëra ky. Gjinin e ndryshova kjo. Ky mielli, kjo ola. Kjo ola, ky mielli. Atëherë më duhet miell. Pati të më duhen 2 vezë, dhe kur themi për vezë, flasim më duhen 2 vezë të duhura, i ka marrë të kuqe. Pse i ka marrë të kuqe, sepse janë më të forta dhe pas mandronikit. Dhe janë Ovital. Sepse Ovital na jep mundësinë që të shijojmë një vezë të freskët në çdo stil. Kemi paketime të ndryshme siç i shihni, të voglat, mesmet, mëdhajat, vezë të kuqe, vezë të bardha, mesatare, të vogla, po ashtu dhe të mëdhaja madhësinë e tyre, dhe ishte edhe për paketimet për shkrimje, po ashtu të pasura mbi të gjitha me proteina, me omega-3, të cilat na duhen për të përballuar sigurisht ditën vapën. Çdo vak duhet të ketë pak protein, themi ne. Për të qenë mirë me muskujt, të kockat. Dhëmë atje ato kockat të kalciumi shpak i dobët. Pra ja këto, tha dikush një herë, dëgjoj, tha, vdekje tha pse erdhe dhe më more, as më lajmërove, tha asgjë fare. Të të lajmëron. Se më që deshe ti, tha, gjitha të dhimbje, tha që të dash një herë këmba, një herë kjo. Qa ishte ajo, tha, qa do më shumë ti? Ja pra, ja që të marim këtë omega-3 të marim, nga produktet tona që gjitha, dhe. Ashtu jemi, se çfarë ham, ashtu jemi. Ashtu bëhemi. Dhe çfarë ham, ashtu na dhëmë, është problemi.
duhet jemi të kujdesur. Ne kemi nevojë për çdo gjë, edhe për pak të ëmbël, edhe për ushqime që themi ne nuk lejohem, për çdo gjë ka të bëjë me sasinë, me të moderuar apo jo. Sasia e moderuar është ajo që e bën diferencën. Do fillojmë të gatuajmë? Dhe për mua diferenca je ti. Na ke kënduar fare këto komë. E kam rrajtë zorin për në korik. Shumë vonë, shumë vapë atërë, shumë vapë për kënduar. Atërë. Të tregoj pak përbërësit gramaturat e recetave të këtyre gurabijeve të shkrifta, ja ti tregojmë së bashku, se çfarë ju duhet juve anvisave në shtëpi për të bërë një fjatancë plot me gurabije apo biskota me limon. Limoni do t'jap atë aromën e freskët dhe po ashtu edhe shijen e freskët. Kemi 2 vezë, gjysmë filxhani sheqer, 1/3 e filxhanit që do të merrni për masën e sheqerit do ta mbushni me vaj lule dielli, 2 lugë lëng limoni të freskët, 1 lugë çaj plur pjekjes, 1 vanilje, 1 filxhan e gjysmë me miell, që në gramaturë është 180-200 gram, po ashtu dhe lëkura e limonit përveç se lëngut, sheqer pluhur për pudrosje në fund pasi të piqen dhe të jenë ftohur paksa. Kjo është pra receta e shkruar. Ne fillojmë tani me përgatitjen. Tani ku është ndryshimi? Ndryshimi nga sheqeri dhe pluhuri i sheqerit. Kur rrahin vezët, pluhuri i sheqerit është më i duhur. Pra ju mund ta vendosni në sheqer. Jo me sheqer kaf, sheqeri kaf nuk jep atë volumin e vezës, nuk bën atë zbardhjen, pra sheqeri kaf na duhet për gjëra të tjera. Dhe në rrajen që ne kërkojmë gjithmonë më i mirë është sheqeri pluhur. Por sheqeri i zakonshëm vendoset. Shtoj 2 vezë këtu brenda dhe sheqerin pluhur. Një rraje tek mesatarja. Të shpërbëhet veza siç duhet. Dhe jo vetëm të shpërbëhet, por aty të krijohet një masë homogjene. Më lart niveli. Vanilja. Pluri pjekës. Vaj. Dhe limoni. Sa vjen dhe trashet plotësohet, bëhet një krem. Tani do të shtohet, ta shtoj unë avash. E kam kaluar shikoja. Duke rrahur, që të bëhet më gradualisht avash. Kremin e bukur. Avash tani. Po. E shpërbëjmë, bashkojmë lugën e parë të miellit dhe kalojmë tek të tjera. Kështu e kemi më në kontroll përgatitjen e brumit. Do të një gjë tash se. Për të gjitha anvisat që kam problem me nuhatin, me alergjinë, me këto, për shkak kam pak probleme, thënë drejtën, dhe problemi im shtohen këto problemet alergjisë. Mua më ka hikur tani problemi. Të ka hikur tani? Filloi në fillim të dimrit, edhe por me zënin e hundëve për shembull, varet lagështira, vapa e madhe. Po të vini iki me këtë parfumin, me janë liruar hundët. Tani vazhdojmë. Po pse moj, pse mos të vjen kjo vanilja, edhe këto aromat e kuzhinës janë si parfumet e ushqimeve, parfumet e gatimeve, kanella, karafili, vanilja. Qa parfumi ke vendosur, hajde. Po tani, ta them pastaj.
Pastaj do të t'jap një mundësi që të përjetosh një aromë përtek kësaj që po thua. Vjen diku andej. Nga andej më vjen dhe një kokë limoni? Më vjen një kokë limoni andej? Ose andej, ose po t'na e sjellin këtej. Ja, op. Se na duhet dhe lëkura e limonit, kjo që kërka pak e thatë, që e Jo, përdorim dhe për kam sobën. lënë dhe soba. E përdorim për sobën. Ja ti lajmë pak. Dhe tek grirësja, tek rendja. Niki tani mere në dorë Me që jemi te situatën. limoni, mos Vazhdo harroni tani. nëse doni një mëlçi të tonifikuar, të pastruar, të pastër, sidomos kur jeni rënduar ndonjëherë me ushqimin. Ta e thatë këtë fundit. Do të hedhësh patjetër, por do të largoj Ujë i ngrohtë me limon në mëngjes. Shtrydheni limonin në ujë të ngrohtë dhe konsumojeni esëll. Është një tonifikim natyral i mëlçisë, një pastrim shumë i mirë i saj. Nëse kjo ndodh në mënyrë sistematike dhe në mënyrë të vazhdueshme, nuk kemi mundësi ta përfitojmë. Prap do më duhet. Pra deri në një farmase, ne e rrahim me tel më pas, sepse kisha vendosur më pak, normalisht. Po, sepse duke e rrahur vazhdimisht me tel, ajo qëndron shumë e ujshme, shumë e holl, si mas brumi, kështu që një trazim me lugë e mbledh dhe e qetëson pak kremin. Pra nuk më duhet nga pjesa e imët, prandaj marrë dhe këtë më të madhen. Limoni për shije, limoni për aromë dhe limoni për ta bërë më të lehtë në gjithë sa aromë të mirë që lëshoj tani limoni, shumë e freskët. E bërë dhe më të lehtë kur a bien biskotën. Si kur e ekuilibron mes ëmbëlsisë dhe Do të marrë të gjithë këtë pjesën e cipën. E sipër me këtë. Ja. Edhe këtë këtu. Edhe nuk si lash vënd. Është një soj i marë, sipën është një soj si kur të zhveshësh globin nga njerëzit. E disa keq që është. Pra, më vjen keq që bëj një luftë me limonin, po le të jetë lufta midis produkteve dhe mos jetë lufta midis njerëzve. Ti je shef kështu në 4D. Edhe përtehi realitetit, duke krijuar, fantazuar tek ja. Tani gati për ti vendosur dhe për të jo, dhënë do më duhet miell prap të shti. Po. Avash do më shtosh ti. Unë do të bëj gati ndërkohë edhe tepsin. E kalojmë këtu. Një letër pjekje do t'i vendos aty. Edhe derisa kjo mas të jetë jo qull, por dhe as brum. Pra duhet të jetë një brum i but, një brum gjitës. Po. Atjetër jepi. Me këto që përshkrove, po i shtojmë disa lugë të tjera. Gjithmonë këto gurabie kanë nevojë që sasinë e miellit ta shtojmë avash me lugë. Pjesa e parë është me rase dhe pjesa tjetër është vetëm anë të lugës. Këto do fryhen në një temperaturë të dur, në një temperaturë të dur, do fillojnë ato plasaritjet. Ja, derisa. Ndërkohë që ne do ta punosh dhe me dorë besoj, apo vetëm me lugë, që të kalojmë pak. Kos fare. Të pjesa jonë. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe unë filloj dhe punoj tamam siç më duhet. Dhe japim edhe një punim të lehtë. Pa ungutur. Rikthehemi pa dyshim për t'ju treguar se çfarë forme mund t'i jepni këtyre biskotave të rumbullakët, katrore, gjysmëhëne. Format janë nga më të ndryshmet, me një gotë të vogël ose me forma që keni në shtëpi dhe përgatisni biskotat. Nuk kanë sezon këto lloj biskotash. Këto përgatiten në çdo sezon. Mund të konsumohen, mund të themi që konsumohen në mëngjes me një kafe, me një gotë lëng, me një gotë qumësht.
ju e vendosni. Gjithsesi, kalojmë tek mesazhi promocional dhe do vazhdojmë të japim edhe një punim sepse dihet që brumi ka nevojë të punohet për disa minuta derisa të përfundojë në tepsi dhe rikthehemi shumë shpejt, kështu që mos u largoni. Dhe ja të kemi në kuzhinë për të vazhduar dhe për t'i dhënë fund recetës tonë të parë, biskotave tona me limon. Do t'japim tani ato format që më the në pushim, më tha Albana këto bëhen vetëm rumbullake. Nuk ka 4 orë gjysmë hënë. Jo se bëhet qameti dhe po duam t'i bëjmë format. Kur i bëjmë rumbullake, i presim me thikë për gjysë dhe ja bët. Ja. Ose unë ju thash bëjni kështu gjysmë hënë, forma ylle, 4 ore. O, mirë, sikur. Po ti ja u thoje drejt për së drejti, më ndërprisje mua. Vajze dashur, këto biskota nuk bëhen 4 ore, as gjysmë hëne. Vetëm rumbullake sepse duhet që të qahen, të kenë atë... Po, t'janë atë të qarat, si ato plasaritjet e tokës, kur bje tërmet. Se tërmet është në shije, kaq. Tërmet është në shije. Ja, tani me... Marë! Japim tani këtë formën. Mos u shqetësoni për madhësinë. Jo, se do fryen ato. Ato do të fryen. Marrin volum, ja. Masa do t'jetë ngjitse. Ja. Më pak se kaq. Që sa e butë që është, sa që... Më pasu të shëshoj pak sa. Tregojmë dhe një recetën me gramaturat përkatëse të këtyre biskotave me limon, sepse jemi drejt fundit të përgatitjes, përpara se të kalojmë më pas në përgatitjes tona për recetën e dytë, për t'ja u treguar se çfarë përmban ajo. Fillimisht, ju tregoj dhe njëherë gramaturat e këtyre biskotave. Bëhen shumë kollaj, shumë thjesht. Ju duhen 2 vezë, sheqer gjysmë filxhani, pra rreth 100 gram, pak vaj lule dielli, 1/3 e filxhanit, 2 lugë lëng limoni freskët, 1 lugë çaj plur pjekës, 1 vanilje, 1 filxhan e gjysmë me miell, respektivisht 180-200 gram, lëkura e 1 limonit të plot, cipa e lëkurës, cipa e limonit, cipa e lëkurës. Dhe sheqeri plur për pudrosje. Sheqeri plur do t'i shtohet jo sa po i kemi nxjerrë nga fura, me sa di unë, sepse ai shkrinë dhe nuk do qëndrojë ashtu bukur me atë si puhiz si për biskotave, por patjetër që duhet të ftohen pak. Duhet të ftohen. Mos i flit shoferit kur nget makinën. A shiko si hapen? Shiko, ja. Bëjmë dhe pak të tjerat. Edhe, Okej, për një gjë jemi ne kështu entuziastë edhe shumë të lumtur edhe shumë krenar në këtë program. Sepse gjithmonë këtu tek ne vinë o produktet më të mira, o miqt më të mirë, o kafet më të mira. Siç është kafja që do ta shijojmë sot. Shpeshherë dëgjoj, edhe ti dëgjon që kafja më e mirë pihet në lokal. Ekspresi më i mirë në lokal. Ka diskutim? Ka diskutim. Po të them që mund ta pish edhe këtu kafen më të mirë njësoj si lokal, jo në lokal, por në një lokal italian, mu në qendër aty në një qytet. Të përfytyrosh me atë aromën intensive, me kafen e shishme, kremoze. Çfarë do t'jetë nga një kafe ti? Po pse më provokon me kafe? Përse më provokon? Do të provokoj çdo ditë, sepse çdo ditë na provokon lavazza. Me majdo nanën, gjuhën ta shkurtoj. Se nana do gjithmonë një kafe. Edhe unë jam nona. Të pash energjia dhe dita duhet të nisin, siç tham, me diell, me buzëqeshje dhe me një aromë kafe fantastike. Kemi për të prezantuar sot, unë Albana dhe ju të gjithë dhe miq që do na vinë patjetër në programin ton, me ekspresin lavazza, me kapsulat Amodo Mio,
Ky sistem i tërë, si që shihni këtë ekspres bashkë me kapsulat që janë të shumë llojshme, i kemi vendosur pikërisht tek mbajtësi aty, një larmishmëri të gjerë, të ngjyrave, shijeve dhe aromave specifike. Shifeni pak këtu, i gjithë sistemi Lavazza Modomi ofron aparate dhe kapsula të cilat punojnë në një sinkron të jashtëzakonshëm që ne të kemi të gjithë një ekspres perfekt. Ky sistem është studiuar deri në detajet më të vogla, duke filluar nga dizajni i makinerive, si edhe teknologjia e kapsulës të vendosura kështu në vakum për të ruajtur jo vetëm shijen, aromën, por këto kapsula të mos marrin lagështi që është më e rëndësishmja. Tani, çfarë e bën diferencën? Kur ne themi sa e mirë kjo kafja, sa aromë të mirë vjen, temperatura e dur, ky sistemi që unë thash, Modomio, funksion në mënyrë aq të sinkronizuar, aq perfekte, studiuar në mënyrë aq të detajuar, sepse kujdeset për temperaturën e kafes kur duhet, po mbi të gjitha për ekstraktimin e kafes, se si duhet bërë ekstraktimi i kafes në mënyrën e duhur, për të na ofruar jo vetëm cilësinë më të mirë nga ekspresi i parë deri tek i fundit, pasi, siç thash, kafeja duhet të lëshoj aromat e saj më të mira. Tani, ne ju të tregojmë dhe ju themi që Lavazza punon në mënyrë të tillë që mbledh nga e gjithë bota 150 lloje kafesh për të na sjellë ne ato më të mirën dhe për t'i grupuar ato kapsulat perfekt, në mënyrë perfekte. Tani ju i pat sipas ngjyrave. Unë do t'ja u tregoj se çfarë përmban secila kapsul, pra si quhet secila kapsul, sepse ajo do të le themi zotëroj shijet e të gjithëve ju. Nëse doni një kafe intensive, më të fortë, të ketë më shumë aromë, të ketë më shumë kafe ose një të përzier, apo dekafeinato për ata që nuk e duan kafeinën, por vdesin për atë aromën e kafes, se duan të kenë një përqindje shumë të vockël sa të fillojnë ditën me Lavazza. Ja një të tregoj edhe një herë llojet e Lavazzës Modomio, kapsulat, siç thash, dekafeinato janë këto blut, se duke i parë ngjyra dhe duke i fiksuar më së miri, çdo kapsul ka 7.5 gram kafe. Mënyra se si ekstraktohet tek ky ekspresi Modomio është një nga mënyrat më fantastike, siç e thash, për ruajtjen, për mënyrën e presionit se kur do të çpohet ajo kapsula dhe si do të ekstraktohet e gjithë masa e kafes që është aty brenda. Kemi gjithashtu Lavazza Modomio Rosa, Oro, Qualità Oro, Intenso, shkë e kuqja, Crema Gusto, ndër më të preferuar, Passionali gjithashtu, Divino, Delicioso, do të kemi mundësi që her pas here t'ju ofrojmë edhe t'ju shpjegojmë më në detaje, se çfarë karakteristikash ka secila prej kapsulave Modomio. Por, tani që është vap, e di që mënyra më e thjeshtë për të përgatitur kafen cila është, do t'ja u tregoj ndoshta një ditë tjetër, po këtu e kam të përshkruar. Hap frigoriferin dhe merr një kafe të ftohtë. Një Lavazza ready to drink. Është pikërisht kjo treshja, nëse e doni kafe latte, cappuccino apo espresso dhe qumësht. Lavazza ready to drink. Albanat po të përgatisni se vdes ta përdorë se është era parë që do përdori ekspresin. Hajde ta mësojnë çik tani. Por favore. Si ta përdorësh që herë tjetër herën tjetër ta përgatitesh për mua e afro pa këtu. Ja të marrin çik. Bëj gati apo ke punë mi? Kam ca punë. Ja më thuaj, si është ngjyrën se unë e di që ti s'ke preferenca. Po më shikon, ë? Të shikoj. Hajde më zgjidh vetëm një ngjyrë më thuaj, se unë e di që ti sepse me të kuqen jam e dashuruar. Ajtë se po të bëj një rosa, një kualitet rosa. Shpejt, ja. Vendosim kapsulën, mbyllim kapakun dhe sigurisht që do të ndezjet fillimisht ekspresi, derisa ai të mbaroj pulsimin, ne kishim ndezur paraprakisht për ta patur gati për ju. Te butonat që shihni dhe që janë me dritën e tyre, do të keni butonin e parë për një kafe të shkurtër, për një kafe normale, për një kafe të plotë, dhe ky butoni këtu tregon aq sa ju doni të mbushet filxhani, ose nëse do bëni cappuccino për shembull, mund të shtypni këto se ta mbushni shumë pak sa doni ju. Më pak se kafja e shkurtër ose më shumë se kafja më e madhe, sa të doni ju. Për shembull, ne po provojmë butonin e parë për të provuar kafen e Albanës, e do të shpërthej ajo aroma e mirë, që vjen deri aty dhe do t'i shijoj edhe miqve tanë. Ja si del, një kafe kremoze me një aromë specifike dhe me një shije që të mbetet në mendje për gjatë gjithë ditës. Ka njerëz që preferojnë 1, 2, 3, 4, deri në 4-5 kafe është e rekomanduar dhe është e shëndetshme.
sigurisht për të na rritur energjitë tona dhe sigurisht për të na zgjuar. Do pres dhe pak, e di që ndalon vetë, e di. Erdha. Ta bëj si që duhet, punën. Pak sheqer. Dhe kjo është kafja për zonjën Albana. Erdha. Të thash që do të ndryshoj përshtypja për nuhatjet e tua. Mos ma mbyll derën, erdha me kafen dhe me pranverën. Të bëf të mirë. Shijoje, nëse e do me pak sheqer mund t'ja shtosh, se unë e di që ti e do pak të ëmbël. Ja të paça dhe tu ngjat jeta, inshallah. Tu ngjat jeta. Të bëf të mirë. Kafe Lavazza, një nga kafet e gjigantit italian që nuk e kursen kur pasionin për cilësin edhe sigurisht për përzgjedhjen e kokrave në radhë të parë cilësore të kafes, duke ruajtur traditën e përpunimit, traditën e përgatitjes, sidomos te këto kafe ready to drink, Lavazza ready to drink, të cilat kanë mënyrën e përgatitjes siç janë ato kanoçet, janë fiks sipas recetës së vërtet që përgatisim ne cappuccinon. Të them të drejtën, unë kafe me kanoçe e përdor shumë. Se kam shumë siguri. E marr në çantë dhe e kam kudo, nuk kam problem. Nuk më pengon, edhe këtu për shembull, shikoj që disa kafe, për shembull, sado që tu hedhësh sheqer, kanë atë idhsin këtu. Dhe normalisht, unë të shija jam e ke të theksuar që më shumë se ç'duhet. Dhe unë në përgjithësi kafe në dua me sheqer, por edhe pa sheqer është e këndshme, biçim e lezetshme. Ata që e përdorin me sheqer, ka përshtypje që kafja ndoshta kanë diçka që ose që i hedhin shumë sheqer, ose e duan të ëmblën dhe mundem do të pa të ëmblën. Por shkon, dhe pa të ëmblën shkon. Të bëf të mirë ty kafja dhe një nga mënyrat për të shoqëruar ato biskotat tona mund të jetë pikërisht edhe me kafen tonë të përgatitur këtu në studio. Ndaj të thash që një kafe të mirë, një ekspres të mirë nuk mund ta konsumosh vetëm në për lokale ku Lavazza ofrohet, por edhe në shtëpi me ekspresin. 3-4 nuk është problem, as për mua, as për moshën time. Se di, çdo njeri ka metabolizmin e vet, përballimin e vet. Unë përballoj vetëm një kafe. Jo, 2-3 përballoj, pastaj më tej nuk e di. Për shembull, dje nuk kam pirë kafe mbas dite, por kam fjetur në orën 4 të mëngjesit. Po, ama ta them një sekret. Ky është paradoks më. Do ta them një sekret. Kush pi kafe pas dite nuk fle gjumë, ti nuk e pirë dhe s'ke fjetur. E kam pirë dhe gjë në mëngjes. Do më të flesh në orën 4, e të zgjohesh në orën 6, e kam pirë dhe një kafe. Pse ti gënjam disa kohë? Ke pirë kështu sa e zgjuar në shtëpi. E kam pirë një kafe kështu të tillë. Të bëf të mirë. Tani, kalojmë te ajo gjëja që ti e bën shumë mirë. Ju mos kalojmë fare te kafe po ik. Shiko, ne mund të kalojmë dhe në publicitet dhe kalojmë tek receta e dytë. Ja një nga efektet e kafes. Ciao amore! Atëherë publicitet, përsëri dhe rikthehemi për recetën e dytë. Ta lëm ta shijoj Albanën kafe siç duhet. Ja, tani jemi gati të sistemuar, kemi shijuar kafen, biskotat janë rrugën e dur duke u pjekur në furrë, bëjmë gati për recetën e dytë. Dhe më thuaj ti tani se çfarë t'ju them anvisave po përgatit çfarë? Një musaka me dromsa, me bollgur. Me çfarë janë të produkte që dalin nga gruri. Po. Por të shtoj edhe të dromsat ose të bollguri shkon shumë mirë, shkon spinaqi i qëndron goxha mirë. Qepa, hudhra. Nëse ju nuk doni hudhër, normalisht mund të shtoni bishta qepësh ose një hudhër të thatë. Gjë e marrë dhe hudrën e thatë. Dhe hudrat e njoma është sezoni. Por nëse nuk gjeni, sepse unë mundohem gjithmonë që ti marrë të freskta në mëngjes, kur vjen furnizimi. Ja, vetëm një. Kam. Ke vendosur qepën aty për? Qepën që e kam vendosur me ujë. Normalisht ujë dhe nuk është vaj, sepse shpesh nga ekrani mbasi mund të mendoni se është vaj. Është ujë. Duke parë vajin, do të shtoj masën e kripës që shtoj që të gjithë që tani. Nuk kam nevojë ta shtoj më pas.
Unë kam vendosur bulgur, në bazë të krahinave gjithmonë, ja ku e kam të parazier këtu, kam gjalpin këtu, vezët, mjelin për beshamelin për kremin. Kam piperin, shpesher në themi për shembull që shtohet ara moskatit, por unë kam spinaqin, gjë që i shkon mirë spinaqit, dhe e lë pa asnjë lloj erëze beshamelin. Pra nuk dua të ngatroj shijet. Unë kam një filxhan ujë, por mendova që të shtoj më tepër ta bëj më kremoze. Do të shtoj pjesën e qepëve të njoma. Dhe duke i lënë të zbuten bashkë me qepën e thatë dhe të bardhën e së bashku. Do t'ja u lexoj, pra kemi bulguri, kemi spinaqi, siç tham, qepët, vezët, erzat, pak gjalp, por në mënyrë të përmbledhur programaturat e musakas me drom kapo me bulgur, mjafton ta parazjeni e shplani dhe në pas e zjeni për sa është treguar në paketim. 500 gram spinaq, një gotë me dromsa, një kokër qep të thatë, një tuf hudhra të njoma, ose pastaj do të përdorni hudhra, thelpin hudhër, një fixhan kafe e qumësht, 4 vezë të freskëta, 1 ose 2 lugë gjalp të tretur, 1 lugë gjelle miell, vaj ulliri, krip dhe piper. Pas qepës, shtojmë spinaqin. Përse shtoj spinaqin, sepse kam bulgurin të bërë gati, prandaj. Vë kapakun, pak shtif. Ka problem, shtetri. Që të bjerë volumi. Po, kur duam atë qepën që ta tresim aty, mund t'jetë dhe varianti kapakut më të vogël, Dhe pjesën tjetër, po e kam thënë vazhdimisht që kur është kapaku më i vogël, është akoma dhe më mirë, bëhet edhe më shpejt. Me që më je këtu përpara, më dole, do të ekzekutoj. I thalë bana qepës. Kam dhe... Jo. S'kam lidhje. Që do të tregoj? Ja, sa bëj dhe qepën. Në baqe kam një 5 breshka. Një ma kanë bërë dhurat këtu, nga puna, me që e dim që i kam qef breshkat, dhe duke nxjerr vajza makinën, pa dashi e dëmton breshkën, por e dëmton goxha. Edhe shgualli, juça dhe pjesët dhe organet u dëmtuan. U bëjava e tretë që unë e qoj çdo ditë te veterineri. Por kjo breshka më ka kuptuar tani që mua më vjen shumë keq, e kam vëndën në alçi dhe të gjitha dhe çfarë do? Më do lule shtrize. Ashtu, ë? Më do qershi. Pra çfarë janë, shiko, nuk po e them më kot që unë kam breshka, jo. Çfarë janë në ngjyrë frutat, në ngjyrat e kuqe, asaj i bën mirë. Pra, krijoj cipën e organeve me ngjyrat e kuqe, dhe ngjyra e kuqe ne e dim shumë është për zemrën. Qesh po, patjetër. Pra, qeshit jo më kot e janë të shtrenjta. O njëckë të dëmtuar kam, se kështu kam 5. Pra, atyre të tjera dhe u jep qeshit apo vetëm kësaj të dëmtuarës? Po jap salat më shumë. Salat. Gri salat unë, u jap atyre më shumë. Mirë, kjo shpreha gri salat merr shumë kuptime pastaj. Salatat e kunë është gjëja kryesore që e përdor. E zbusim pak tani spinaqin se ja, mbaroi receta. Drejçkë. Bëjmë gati këtë shtresën e musakas, do të jetë në tavë. Do shoj bulgurin. Po, së gjyrat kollajta. Dhe sa të bëju të shamelin, i përzjen vetë. Tani fillon ai sezoni përgatitjes së këtyre zajreve me styre dhe dromsat, kështu që ne, siç e shihnim, edhe mund të zëndësoni me bulgurin, duke qenë se nuk i keni përfunduar tani ai sezon, gjithë dimrin i kemi përdorur për supa përgatime. Largoj
vendos në proces termik të nxjerrën, do të marr, një tufë të tillë, një sekond, një kryqëzim. Edhe kështu siç është një sallatë shumë e mirë. Duke shtuar djath, po. Konsumohet edhe siç është. Është lull fare, edhe majdanozin. E largoj. Kam vendosur të ngrohet e nxjerrja. Do të shtoj. Edhe gjalpin. Gjalpin. Me yndyrën. Të shikojmë gurabiet se mos na... Përfundoj minutazhi si duket, prandaj dhe razilja këtu tek furra. Është mjaftueshëm, besoj, ja po i tregoj. Kanë marrë ngjyrë të bukur, të duhur, nuk ka nevojë për t'i errëthuar më tepër në ngjyrën e tyre. Janë dyfishuar madhësit. Sa e nxehtë që më ka. Po. I lëm të ftohen pak dhe pastaj do t'i pudrosim. Ti lë këtu përpara. E bëjmë dhe nga një punë. E bëjmë edhe më shumë se një punë. Ja ku e ke atë? Po ti pudros, po ja të ftohet kapakun. Pra, është pudrosja e parë, që është e nxehtë dhe më pas pudros sa thith. Pudrosja e dytë pastaj është kur mbarojmë beshamelin. Po. Ja të regullë pak kapakun mirë më fejtë që zbje fare. Beshameli mua më duhet shift të jetë në këtë gjëndje. Ja, të kryoj këtë formën e shkumës. Jap një përzierje të mirë me qumësht, me lëvizje të shpejta, ciklike, derisa unë mos e kem asnjë lloj problemi në ngjeshje. Do të shtoj këtu pakës piper dhe vezët një nga një. Mjaftueshëm besoj. Edhe Jam për t'i pudrosur, se s'po shkrin sheqeri. Marim një tavë tani për t'i shtuar? Të gjitha më falë. Lëvoshka do i lëm këtu dhe kemi një verandë plot me vazo me lule këtu në report. Ndonjëherë madje mund t'i mbledhim dhe mund të dalim me kamerën tonë për t'u treguar ushqimin që duhet t'ju japim luleve tani në verë. Se çdo gjë që lulëzon, edhe bimësia, perimet, lulet, të na janë tharë disi. Do të këpusim lulet të tjera në obor. Të gjitha ka nevojë për përkujdesje. Mas ujë, nga bimët aromatike, jap një aromë. A thashë nuk i kam vendosur, nuk t'i vendos aromishk? Kjo është arsyeja. Që unë nuk më duhet as djath, as gjë. Pra dua ta lë në shijen e saj. Ma jep ma të largoj. E gjithë. E kam këtu. Ty të presim derisa të rëndoj pak. Pakës fare. Ta trazoju me njëra tjetrën. Trazoje direkt. Duket sikur lyhen mirë të gjithë. Edhe bëhet masa kompakte. Opa. Tani vendosim shtresat. Niki, ti punën tënde, lukët, unë.
Ajo është e rrjedhshme nga që i shtuam kremin. Por, mos u shqetësoni as pak, se do m'pikset. Po. Kjo ka nevojë për nivelim tani. Kjo ka... Po. Ta ngjesh pak. Po, kjo po. Do ta lë këtë mas derisa të më m'pikset dhe mos jetë kaq e ujshme, por jo dhe e thatë, kur flasim mos jetë e trash fare, sepse në momentin që unë të shtoj sipër dhe me nxehtësinë atë do bëhet si bukur. Dhe nuk po duhet bukur. Shumë mirë. Kemi gati për t'i shtuar kremin. Dhe e gjithë masa duke u vendosur shif në mes. Kalon vetë ajo... Zëvend tani. Shikoni sa shpejt u përgatit kjo musaka. Pra këtu është zëvend, fjala zëvend, edhe veprimi, dhe produkti. Përzierja, produkti, si doni ju. Tani, bëjmë një përmbledhje musakas, ka përfunduar. Vendosim ndërkohë dhe në furrë që të vazhdoj puna pjekjes. Jemi tek musakaja, pra me dromsa ose bollgur dhe spinaq. Do të merrni 500 gram spinaq, një gotë me dromsa, një kokorqep të thatë, një tuf hudhra të njoma, një filxhan kafeje qumësht, 4 vezë të freskëta, 2 lugë gjalp të tretur, 1 lugë miell, vaj ulliri, krip, piper i zi. Tani, besoj se kemi kohë për tjetrën, Albana? S'kemi? S'kemi kohë, një 2 minuta kemi. Qa bën kaq shumë? Fshin ca minuta kafe. Kafe lafe, ajde. Se ti shkem pak biskota, se që kemi katranosi. Tute biskota, gjithsesi janë bajni mund recetën për nesër. Nuk e themi, fare. Patlıcan bëjni gati dhe djathën, bimët aromatike deri këtu. Nesër gatuajmë bashkë. Okej. 2 përbërës do keni gati, patlıxhanët dhe djathën. Kripa, diet piperi, diet bimët aromatike, diet vaj, diet, ja pra këto janë. Shumë mirë. Tani ti shojmë pak biskotat. Unë thash që kur janë ato të nxehta dhe shtojmë sheqer pluhurin, do të shkri sheqer pluhuri. Po. Ka shpejt uftohen këto se nuk na shkriu. Po, jemi ne hot. Dhe biskota nuk duron dot. Po në reze djeli jemi, oj Miki. Po në reze djeli jemi. Çfarë do që të vësh këtu është e zdet, shkrijet, ja. Pse te mu për të... Unë i bëjnë pyetje serioze, pse nuk shkriju pluri sheqerit. Se qa më thot gjithsesi. Biskotat i marim një vendosim në një pjatancë të pak. Pa tjetër. Okej, e marim pjatancën. Ta marim. Shojmë pak edhe pjesën poshtë. Ja, kaq duhet jenë. Janë pjekur shumë mirë. Minutazhi ishte perfekt, 20 minuta. Urdhëro. 180 apo 200 gradë. Edhe nga ana tjetër, si ktheva mirë, ja, kështu. Mund të ndajmë njërë këtë të voglën, për shembull. Sa të shkrifta, uftohen, shkojnë perfekt me një gotë lëng, me kafen, cappuccinon, me atë kafen e ftohtë, siç tham, si të dëshironi ju. Mund t'i mbani, t'i vendosni diku dhe i keni dhe për ditën tjetër. Shifeni sa të shkrifta janë, më afroni pak kamerën, siç tham, ato coptohen në sipërfaqe. Dhe pjesa e shkrifët duket deri në bërthamën e tyre. Edhe më me pak në zetësi. Gjysmë nun. Hajde, miropafshim nga kuzhina. Këtu ishim për 2 recetat, shijuam dhe kafen, bashkë do t'ju pres pas pak për temat që anonçova që në fillim, na ndiqni, ju pres në 10 e 5 minuta. Renata fillua. Mirë se erdhët në Reze Dielli përsëri. Vapa është një sfidë për të gjithë, për fëmijët, për të moshuarin, për të gjithë ne. Por sfidë është edhe për kafshët tona shtëpiake, për të cilat duhet të kujdesemi, njësoj si për antarët tanë të familjes, duke qenë se shpeshherë themi dhe vazhdojmë ta themi për ata që kanë kafshë shtëpi janë si antarët e familjes së tyre, ndaj duhet të kujdesemi se si ata të mos e ndjejnë vapën, si të kujdesemi për shëndetin e tyre, si të kuptojmë disa prej shenjave, simptomave që kafsha ka marrë një goditje ose mbi nxehje nga dielli. A është qethja, larja, zgjidhje për përballimin e vapës së tyre, sa shpesh dhe kur duhet t'i nxjerrim jashtë. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me mjekun veteriner Admir Graci. Mirë se erdhët, doktor. Mirë se gjete. Kënaqësi që jeni këtu në Reze Dielli. Renata Caci ka sjell ajsin sot. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta e dashur. Shumë faleminderit për ftesën dhe
Më vjen mirë që nuk më harron asnjëherë kur bëhet fjala aq më tepër për katër putroshët. Edhe erdha me kënaqësi. Me kënaqësi të kemi ftuar dhe sot se dim që je kaq shumë e përkushtuar dhe preokupuar. Biles kishim një debat përpara emisionit me Nikin, kështu një debat gati ishim duke u kapur për flokë. Debat komun është ai. Ai është shumë debat komun, se dëgjohet kudo ky debati që patët ju të dy. Se ishte shumë e preokupuar për Rajsin dhe i thash kujdes mos u bë kaq. Po, por atë ishte debati faktikisht për Rajsin. Tensionuar për kafshët për qend, se tha unë tha i kam si fëmijët e mi, jo, i thash nuk mund t'i krahasosh. Ja ma tregota, nuk krahason apo jo? Dëgjoj, Onike ka një problem. Djali ka ta përshëndet dhe pak Elianin ma bëre Po. Ta përshëndet se kemi sardë se është i shtëpisë, ka ardhur me Rokun sot. Në gjumë ke apo? Jo, është duke studiuar situatën. Duke studiuar situatën. Po e dëgjon Renaton me vëmendje atëherë. Neve kemi një shumë njerëz thonë që kam qenin macën si fëmijën tim. Po. Ti që nuk e kupton. Më thënë të duket pak e egzageruar. E kuptoj deri në këtë pikë, po për neve është tepër normale. Është njësoj si për ne. Është njësoj. Fare egzageruar, doktor, nuk e di se ti ndjen do të thosha që normalisht kemi arritur në nivele të tilla që mbajtja një kafshë në familje krahasohet me fiks me atë që themi të një fëmije. Antari të familjes. Po. Normalisht është një gjë e mirë për të mirëmbajtur një kafshë dhe të kesh ato që themi detyrime ndaj tyre dhe të kesh edhe një prekupim për sa i përket qoftë shëndetit të tyre, qoftë edhe ecurisë gjatë jetës për kafshën. Normalisht ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në familje dhe është fiks ajo që thotë dhe Renata që krahasohet me një fëmijë. Në gjithçka që nevojitesh, në gjithçka. Qoftë edhe nga ana emocionale, domethënë është ajo që të pret sa hap derën apo arrin të kuptojë edhe zhurmat që ti bën pranë shtëpisë dhe të delet përpara dhe është një lumturi qoftë për pronarin, qoftë për dikë që e ka në familje. Elian, vetëm Rokun ke? Ke edhe kafshë të tjera? Kam edhe vajzën. Kurse unë kam 4 vajzë. Të narrojmë. Ti paçi sa malet. Lumturia më e madhe. Kush e kërkoi qenin në shtëpi? Ja, se do dalim dhe ati. Lumturia më e madhe në familjen tonë është kur dikush nga stafi, nga antarët e shtëpisë mungon për pak ditë ose ka një lëvizje jo të sankcionuar në oraret e caktuara dhe kur Roko e sheh që vjen te dera, urinon nga gëzimi. Edhe ky është një shkak pasojë tjetër. Ne për shembull e takojmë Rokon kur kemi munguar në shtëpi, e takojmë poshtë pallatit që mos filloj dhe të spërkas gjithë shtëpinë. Nuk është se ka ndonjë gjë se jemi mësuar, po thjesht ajo aroma. Edhe Roko është marrë në Shkodër rreth 3 javësh, ja vran nënën, ashtu si zakonisht, siç e kemi ne, siç e ka zakon tradita jonë që i vrasim qend dhe macet. Kjo është një nga masakrat më të mëdha për cilat duhet folur dhe duhet sensibilizuar në mënyrë të vazhdueshme. Ne kemi bërë protesta, Onike, kemi folur domethënë çdo gjë në vesh të shurtër, si nga instancat e larta, si nga një pjesë e mirë shoqërisë. Duhet në një shoqat ndoshta të funksionojë më mirë për ta, le themi, shkartisur, po flas në këtë terma, sepse sa herë jemi bërë dëshmitar të dhunës, të keq trajtimit, të vrasjes, të helmimit të kafshëve. Të kafshimit të kafshëve për njerëzit, edhe kjo është një gjë që nuk zgjidhet, se dakord po flasim për dhunën që i ushtrojmë ne kafshëve, qenve, maceve, qofshin këto dhe kafshë të tjera, se kemi parë çuditëra edhe me gomer, me kuaj. Po, dakord, ashtu është, e vërtet është. Hajde këtu. Nuk e dash ka Roko kamerën shumë. Nuk është mësuar me kamerë, është mësuar vetëm me aparatet fotografike. Atje e ka atë. Shumë i bukur. Ja këtu e, Roko. E ke marrë the 3 muaj Roko në Shkodër. Ku është Ana? Ku është Ana? Ky komunikimi që ke, më thuaj sa të kupton? E kam adoptuar në Shkodër 3 javësh të një vajzë që ka një nismë me qenë dhe me mace, Animals Need Me. Kërkoja prej vitesh një qenë që ishte me çfarë do lloj ngjyre, po që veshin e kishte me një ngjyrë dhe që syrin e kishte me ngjyrën e veshit. E pas ke bërë me porosi, si mobilje. Unë fola me universin edhe më doli ashtu siç e desha unë. Dhe pastaj nga Shkodra e sjell në Tiranë, nga Tirana e çoj në Prishtinë te Bashkëvuajtja. Atje hyri pak me knajsi dhe jo knajsi, se normal është një shtëpi rregullt e pastër si gjitha shtëpit, por u ambientua me shtëpinë e nusës time dhe pasi ne lëvizëm pastaj nga Prishtina, jeton me ne në Tiranë
nuk është i sterilizuar, i kastruar, i këto gjërat që kanë qenë dhe macet. Ndoshta është një gabim, unë mendoj që s'është gabim, për disa arsye të tjera. Po kjo është pjesa që s'më takon mua, kjo është pjesa që i vendos bashkëvuajtësja ime këto, ajo i merr këto vendime. Jo, as bashkëvuajtësja jote, është vendimi merret të dy. Dakor, unë jam që mos bëhet. Do të thosha këtë që normalisht çdo kush e shikon nga këndvështrimi vet, qoftë pronar, qoftë doktor. Do të thosha që një kafshë sterilizuar, një qenë apo një mace, normalisht jeton shumë me pak strese. Dhe ndërkohë, duke hequr qafe anën hormonale dhe duke hequr qoftë vezoren apo mitën nga organizmi, heqim qafe dhe një sër problemesh që shfaqin. Pak më parë fola me një zonjë që ka një qenë Rottweiler 11 vjeç që ka tumore. Në qoftë ajo do ishte sterilizuar që në moshën 4-5 vjeçe, nuk do diskutohesh më ky problem. Domethënë, çdo kush e shikon, ndërsa ka individ që e shohin se po i heqin një të drejtë një kafshë, është e drejtë dhe ajo, çdo kush e mendon ndryshe, por kryesisht duhet parë se çfarë të mirash sjellim nga një procedurë që do futet të bëhet tek kjo kafshë. Sido që tjetë, një kafshë e sterilizuar është shumë më mirë nga ana e qoftë shëndetësore, po qoftë edhe në sjelljen dhe në mbarvajtjen gjatë jetës vetë. Ka një të metë që ka një oreks më të tepruar dhe kemi një obezitet. Por në qoftë se kemi një pronar strikt, normalisht ajo pesh nuk do vjetë sepse do mbaj një dietë ushqimore të caktuar. Pra ka dhe një dietë dhe një regjim edhe për normal. Renata, sa edhe një pesë ke shtuar më shumë apo? Ka dhe një mace që e kam marrë nga rruga, se unë të gjithi kam adoptuar. Vetëm këto e kam blerë shumë të vogël. Dhe për këto do më thonë ishte një koincidencë e bukur që kur më ftuat në emision, më tha që do t'jetë doktor Adi, o dhe zot thash do vi aq më tepër për ty, por edhe për doktor Adin, sepse ka qenë një ndër të parët, mos ishte doktor Adi, ai si nuk do ishte sot. Kështu që ka patur probleme me shëndetin? Ka patur 2-3 lloj problemesh, më thonë. Kishte problemi që u diskutua pak më parë për mitrën dhe shpëtoi. U bë një ndërhyrje e shpejtë dhe normalisht shkoi shumë mirë dhe ja kusht edhe goca. Probleme me mykun ka patur. Si e përballojnë vapën katërputroshët e tumë? Se tani thamë është të tmerr me temperaturat larta, ti ke edhe shumë. Po, kam shumë edhe e përjetoj një mirë në fakt, jo mirë. Unë i fus në kanë dhomat e veta dhe ju ndes kondicionerin. Po nuk i lësh shumë se me njerë në kontaktin me jashtë, pastaj se duhet dalin jashtë prapë të kryen ato nevojat e tyre, kanë probleme pastaj edhe herës, do më thonë më duket sikur ndonjëherë ju merret komplet fryma. është pak përballje e vështirë kjo, kur tani imagjino dhe 2 muajt e tjerë, do ta kemi pak të vështirë, por unë i marr dhe me veten ndonjëherë në plazh. Këtë e kisha një ditë me vete dhe nuk e di, doktor, kisha frikë ta fusja në det. Se ka njerëz po, ka njerëz që kanë frikë të mbajnë në det, por edhe baba tash mos pson ndonjë gjë. Jo, nuk ka problem. Shko, ju them, normalisht besoj dhe kemi arritur në një nivel të tillë që çdo kush e njeh mirë kafshën e vet për sa i përket edhe sjelljes ndaj temperaturave. Problemi është e kafshët e rrugës, sepse ato janë të pa mbrojtura dhe do të thosha në radhë parë për ato do flas, do të thosha që sa më shumë ujë në sa më shumë vende të fshehta në kuptimin jo rrezatuese të diellit, poshtë një peme, poshtë një ndërtese, që ato të kenë të vazhdueshëm pirjen e ujit. Në temperatura të larta kërkesa është e lartë për ujin. Është e domosdoshme dhe është jetike. Përsa i përket këtyre që neve i mbajmë në familje, në shtëpi, dihet që kafsha e qeni nuk djersin. Dhe normalisht rënja e temperaturës arrihet vetëm duke bërë luhatjen, atë frymarrjen dhe nxjerrjen e gjuhës jashtë. Dhe tipike tek kafshët është edhe maja e gishtave të putrave që bëjnë një humbje të temperaturës në kontakt me mjedisin dhe atje kemi një rënje ose themi largim të temperaturës brendshme. Në shumë raste kërkohet dalja xhiro ose shëtitje që themi do ndrojmë çik ato oraret apo programin që kemi, duhet dali shumë herët, duhet dali pa u rritur temperatura dhe shumë vonë në darkë prapë kur kemi jo temperatura të larta. Kjo është e këshillueshme dhe domosdoshme, nuk duhet dalin në orare shumë të nxehta të ditës.
Po ata që i nxjerrin në plazh kur ora është e nxehtë, është problem kryesisht puna, për shembull nëse kemi rër të nxehtë, kemi dëmtime, kanë ardhur shumë shpesh dëmtime të putrave, sepse temperatura e lartë, kur digjet vetë njeriu, ndjeshmëria e putrës të kafsha shumë e lartë dhe normalisht mund të bëj djegje të pa rikuperueshme dhe të doj kohë për mjekim. Po ashtu edhe gurët. Tani, futja në det është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe dhe normalisht marrja, siç bëjmë me një fëmijë, fusim det dhe çojmë përsëri në hije, nuk është diçka që nuk është e arritshme. Mes dy racave që kemi, për shembull Roko dhe Ajsi, që janë dy nga pronarët i kemi këtu, kush e ndjen më shumë vapën? Cilat raca? Ka ndonjë diferencë? Normalisht ato që kanë mantelin e gjatë kanë më të ndjeshme temperaturën. Edhe po të shikosh dhe të vësh re marrja frymë me gocës këtu me çunit atje janë ndryshe. Frymarrja shumë e shpejtë e kjo sepse kërkon që të largoj sa më shumë temperaturë të brendshme. Kjo ndodh prej mantelit, do me thënë, ka shtresë të brendshme të qimes dhe shtresë të jashtme. Këto kashk, kjo lloj race, qethen 2 herë në vit, mund të arrijë 3 herë në vit, mund ta qethësh zero që themi, mund ta qethësh me ta mirëmbajtësh. Një mënyrë për të hequr vapën dhe qetja, se tu ka parukeri për kafshët. Po, është zhvilluar dhe është gjë shumë e mirë kjo, normalisht nuk ka problem se e qethet zero apo jo. Jo, kontakti me diellin pastaj në qoftë. Jo, kur qethet duhet mirëmbajtur akoma mirë derisa të krijohet një shtresë, ajo shtresa e parë. Se ne mendojmë se duke i qethur freskohen, por në kontakt me diellin në diell e kemi problem. Domethënë çdo lëkurë, t'ju them diçka. Normalisht edhe vetë njeriu kur del në temperatura të larta dhe në rreze mund digjet dhe digjet siç digjemi në diell. Por një qen që qethet në orët e para ose në ditët e para derisa të krijohet ajo shtresa e parë e mantelit, nuk duhet dalin në diell të fortë sepse normalisht pëson djegje dhe vetë kafsha. Këto janë gjëra të cilat unë besoj dhe jam i bindur që vetë pronarët i kanë krijuar këto eksperienca dhe i dinë shumë biles na japin mendime dhe ne doktorëve në raste të tilla nga eksperiencat e tyre. Si e kupton që ka vap Roko? Roko, unë nuk ja kam prerë thonjtë asnjëherë, sepse ai praktikon kruajtjen e tokës shpeshherë, edhe në shtëpi në dysheme e kruan një pjesë të vetën atje ku do ai përgjithsisht dhe shtrihet. Ka shumë probleme me afrimin të veterineri, kur shkon atje nuk tutet nga afrimi. Është emocional. Është emocional, është shumë emocional. Ose mos ka patur eksperienca jo, se është marrë i votë shkëlfare dhe nuk ka pasur. Është fëmijë i llastuar. Është shumë i llastuar, nuk të afrohet, i afrohet vetëm atij ose asaj që do ai dhe kur të shedh për herë të parë fillon dhe le pak. Mua afrua që parë. Po se ndoshta ka nga era e vajzës tuaj. Edhe me sigurisht ka problem shumë vapën, të tmerrshëm, ne e nxjerrim në mëngjes, e nxjerrim në mëngjes që bën ato shërbimet e veta, pastaj del pak në drekë, po diku në hije, jo në diell të madh. Se të asfaltin është problem. Po, asfalti dhe pllakat e trotuarit, e ndjen, kur ka qenë më i vogël, kur dilja unë ndonjëherë në vap për të kryer një gjë të shpejtë dhe për ta marrë me vete, lëshon të tinguj nga i nxehti i trotuarit ose i ziftit, ose kërcente nga vapa. Nga i se duron. Kanë ardhur për shembull shpesh për pronar të kafshëve, të maceve, të qenve që janë goditur themin nga dielli, siç janë goditjet e kuptoj, po është goditja e diellit, ashtu quhet edhe tek qeni dhe arrin një temperaturë trupore diku 42 gradë, në të cilën kafsha humbet ndjenjat dhe është e pavetëdijshme fare, ka rastisur. Kjo ndodh kur mbahet në orë të gjata në temperatura të larta ose kur mbahet në makinë të mbyllur në temperatura të larta. Të dyja rastet janë shumë të rrezikshme. Në tilla raste para gjë që ndihmë e parë që mund të bëj është lagja e trupit me ujë të freskët, jo të ftohtë, të freskët. Asnjëherë nuk duhet përdorim ujin me akull, sado temperaturë e lartë jetë, sepse dhe këto vuajnë nga laringitet, faringitet. Asnjëherë ujin e nxjerr nga frigoriferit t'ja japim kafshës sepse e shoh sepse ka temperaturë dhe merr frymarrje të shpeshtë.
Normalisht, në rastet e rënda, si që përmënd ajo rënja e pikës diellit, do me pa tjetër të shkojnë në një doktor. Dërsa në rastet më të thjeshta që shofim një frymarrje abdominale i quhet, do me thënë merë frymë me bark, nxjerr gjuhën, shumë të shpesh, nxjerr gjuhën, luhat themi. Mund të bëj një vizitë, si thua. Nuk e ka shumë të fort, ai si është normal këtu, por ka raste që, do me thënë, fillon dhe jargëzon kafsha. Në tilla raste mund të ndihmohet shumë lehtëshëm duke lagur trupin, duke lagur pjesët e barkut, duke lagur gjithë. Ashtu e kam bërë përgjithsisht me ujë, po, duke freskuar. Në lidhje me dietën, ushqimet që duhet ju jepen tani në verë, do të ndryshojnë nga rutina e Jo, normalisht nuk dieta ushqimore në temperaturat e larta nuk ndryshon. Ndryshon vetëm orari i dhënies së ushqimit. Për shembull, në orët e nxehta asnjëherë nuk hajnë kafshat. Lënë ushqim biles ndodhë që në behar të bjeri dhe oreksit, dhe thonë, s'po më hanë si çante. Normalisht, kalojmë edhe ushqimin në orare të ftohta, në darkë vonë ose në mëngjes herët. Dieta ushqimore është lëngje, sa më shumë lëngje të ketë ujnë, ta ketë të bollshëm, pastaj dietën ushqimore nuk besoj dhe nuk shikohet për arsye të temperaturave. Mund të shtosh një po themi për shembull, i kemi vënë fruta të prera të ftohta dhe mund t'i hajë të ftohtë mollën, që mund të një frutë që i pëlqen kafshës. Çfarë ha më shumë rrokë? Perimet, kastravecin, duke qenë se është hidratuese. Po është hidratuese, po duke qenë se kafshon ato majat e barërave, shpeshherë dhe shija ndoshta është gati e njëjtë. Lëkurat e kastravecit dhe kastravecin i ka qenë. Kurse që nuk I vetmi armik i rrokos, përveç atyre që do rroko si zakonisht, për shembull kur sheh njerëz me të zeza, fillon dhe le. Kur sheh edhe ndonjë nga raca tjetër afrikane, edhe atij ose asaj le. Kur sheh ndonjë grua të mbuluar me ferexhe, po me të zezë ose kafe të errët, edhe asaj i le. Çfarë do thotë kjo? Armiku më i madh i rrokos është hoxha. Kur ai thërret ato gjërat e veta në orën 3, në orën 5 të mëngjesit, kur është ezani, rroko është gjithkohë. Si shpjegoni ju doktor këtë? Jo, këto janë gjëra psikologjike. Unë e di se çka më hequr në Prizren me të një muaj. Nuk e di ti e ke marrë 2 muaj, ndoshta mos ka pas eksperienca të... Mund të ketë qenë anti-islamik në një... Mund të lidhë ndonjë traumë. Është psikologjik. Edhe gomari bën ashtu. Është psikologjike dhe normalisht dhe nga vetë disa raca e kanë këtë punë, siç bën haski për shembull kur dëgjon dhe fut ato lërimën. Barë dhe geni këtia nga vjen, megjithatë. Border collie është. Normalisht mirë, mund t'jetë border collie. Jo, raca... është pak i shartuar. Du të them të që normalisht është individuale në shumë raste dhe të them që ai duhet jetë i lidhur jashtëzakonisht me juve. Patjetër. Në kuptimin e asaj që nëse ajsin për shembull e lëm diku jashtë nesh do rri shumë mirë. Kurse ai shoh që nuk largohet nga ty. Ju e lini vetëm në lanë në shtëpi kur s'jeni? Po, e lëm. Kjo është psikologjike dhe është mbrojtje që krijon afrimitet midis qenit dhe juve. Sido që të jetë, normalisht kjo si racë vuan më pak nga temperaturat në kuptimin e asaj që thamë për punën e mantelit. Ndërkohë, ato janë më aktiv dhe duke qenë më aktiv dhe më energjik, normalisht në temperaturat e larta arritja e temperaturës ndodh më shpejt, sepse kjo nëse do rri do ulet edhe nuk harxhon energji, normalisht nuk ka edhe atë rritje të temperaturës. Ndërsa një qenush që në aktivitetin e tij duhet të jetë shumë i shkatët, sepse duket të tipi tij, është si ato qenë që bredhin pas deleve, nëse keni parasysh, dhe energjia është e pashtershme e racës atija. Dhe ai do ka, ose mund mirë them që rritja e temperaturës ndikon jashtëzakonisht shumë. Kryesisht është uji ajo që do të nevojitet në temperaturat e larta dhe e mira e tyre është duke qenë manteli shumë i vogël, normalisht një lagje trupore me ujë të freskët e ul me njëherë temperaturën. Për shembull, ai rripi që ka vendosur rreth qafës Eliani, mban vap ose cilat janë këto aksesorë që s'duhet ju vendosim për Jo, shif, kryesisht truporet dhe qaforet nuk ndikojnë, por ndikojnë për shembull është veshjet që përdorin. Mund të marrin ka individ që kur ndalin natën, për shembull marrin dhe veshin me ato fosforescente që duken. Ka në treg lloje soje, po, mos ndodhin ndonjë Po si avura atë rripin pas dushit, se vetëm atëherë hiqet.
fillon nami i zi. Është ai aksesori që çdo njeri e ka medalionin e për çfarë adresës. për Jo, nuk është për ndonjë gjë, po e ka psikologike, është mësuar me si atë. çka njerëzit në përgjithësi orën, unazën, që se heqin si aksesor në trupin e tyre. Barova punë, thot do qaforen. Po shkon vetë e qaforja e kërkon, plus edhe dushin e bën gati një herë në 2 muaj, jo shpesh, por ne e krejmë pak shpesh. Çfarë ke zonjë? Shalli ke. Po të dëgjon me vëmendje, ke bërë dhe një çantë Rokos. Po, e kam bërë një çantë që e kam këtu. Emrin e ti. Dhe e kam pak kështu si të Personalizuar personalizuar Janë në çantë. mjetet e tua apo Jo, është një çantë e përditshme që unë e përdor. edhe ke gjithmonë. stampuar. Edhe kam stampuar O portretin. zot, sa e bukur. E kam bërë në Bravo. Kosovë, kam edhe një çantë Interesante. tjetër lecke që ma bëri një dizajner shumë i talentuar dhe Edhe aty me emrin Roko. me emrin Roko kam pasur dikur edhe një varse Chelseash që ishte prapë me portretin e Rokos, se ju thash që e kam dashur shumë të portretin me sytë, me njollë dhe me veshin që janë gati Ke njësoj. patur dhe një episod që të ka humbur Roko, apo jo që na erdhe me vonesën e emisionin e Po, kaluar jo, që humbi po iku nga dëshira e tij, nga epshet e tij që doktori Ai që di më diskutuam mirë se pak ne. më parë. Dhe e gjetëm pastaj, po... Po jo, unë të shifje doktor Eliani se sa ishte i shqetësuar, nuk e kishte mendjen fare te puna, vetëm se u arrit u gjet për 2 orë pastaj, më duket diçka e tillë. Gati diçka e E tillë. gjetëm. Renata, ti duhet ta kesh punën më të vështirë me vapën, ushqimin, për kushtimin për 5 se janë qenusha për 4, po, macen. 4, Bashkë me macen, 5 kafshët e shtëpisë. Mace nuk e mbaj aty, e mbaj në një ambient tjetër pasi qenushat nuk ma pranojnë, sidomos labradori që kam, e sulmon. Edhe kam të vështirë pak, po me thënë të drejtën, kam dhe mamin që më ndihmon gjatë gjithë kohës, që është edhe ajo një kafshë dashse me kalimin e kohës, u bë dhe ajo pak e çmendur si puna ime, kështu që prandaj thash pari, më kupto të lutem se nuk kemi në komunitetin tim. Lidhje shumë e fortë. Është lidhje shumë e çuditshme që nuk shpjegohet dot me fjalë, është lidhje emocionale. Të vogël në laprak e ka kafshuar një qeni dhe prej asaj kohe nuk shihte dot qen edhe mace, po qen më shumë me sy. Erdhi Roko, tani janë të pandarë me njëri tjetrin. Domos do patjetër që bëhet pjesë e shtëpisë. Por më fol pak për ushqimet që e pajsit, edhe racave të tjera. Ai si ka kokrat e veta, ka ushqimet e veta. Nuk del nga kokrat, për shembull, Jo, del. Për shembull, qenushat e mëdhenj unë shpesh herë ju zi kocka viçi dhe me lëngun e tyre ju bëjmë makarona ose diçka tjetër ose ju jap kokrat. Po, edhe ne. Jo të ngelim gjithmonë te kokrat, sepse kokrat okej, unë ndonjëherë i përdor për shpejtësi. Një zgjidhje e shpejtë, si makaronat për njeriu që është ushqim 5 minuta. Gjella e shtëpie janë shumë, doktor, vdesin. Edhe bukën e hanë shumë, pavarësisht që për qenushët buka nuk është e rekomandueshme, por që ato e duan shumë, mundojmë t'ju gjejmë një çik të zezë, pak integrale. Ato janë 4 dhe duan 4 copë me motor në vakt, kështu që kanë dhe shpenzimet e tyre. Kanë konservat, megjithëse unë kam një mendim, nuk e di çfarë mendimi ka doktori, që qenushi kalon një farë moshe duhet të jesh dhe pak më e kujdesshme në mënyrën e të ushqyerit, si për shembull oriz, një çik peshk. Shka, kur flasim për të që ushqyerët... nuk shkaktojnë dhe erë të rëndë Po, E ka, se është arritur në moshë. Shka, kur flasim për të ushqyerin, normalisht, unë jam fan i koncentrateve, megjithatë. Kur fusim ushqimet nga shtëpia, të gatuarat, duhet të jenë kontrolluar për sa i përket yndyrnave. Po, patjetër kripës. Janë shumë produkte të cilat na ndikojnë negativisht të kafshët. Për shembull, mund ta thoni disa ushqime që nuk duhet t'i japim, po. Qepë. Kocka është e para dhe e Jo, lëngun e kocka dhe palsën, absolutisht. Kocka, për shembull, më ndodh shumë shpesh që marrin telefon dhe thonë, doktor, kemi problem me jashtëqitje, nuk del dot jashtë kafsha. Dhe të parën pyetje që bëj, kur ka ngrënë kocka? Dhe më thonë, para 24 orëve, para 12 orëve, para 3 ditëve. Dhe normalisht kjo është një problem në të cilën normalisht qeni kockën e ka shumë qef, por përfitimi nga kocka është pothuajse zero. Zero. Domethënë është një kënaqësi, është një pastrim gurzash i dhënve kur themi, dhe ka një përqindje aq të vogël kalciumi përfitimi të madh që nuk, domethënë, e krahasoj me zero. Normalisht këto gjëra duhen pasur parasysh sepse nuk jepen. Tani ashtu si themi dhe për njerëzit, për shembull dhjami në përgjithësi nuk është yndyrë e tepruar, nuk është më e mira, por ka dhe shumë gjëra specifike. Për shembull, ëmbëlsirat nuk duhet të jepen asnjëherë në kafshë. Domethënë nëse neve
duhet ham sasira që themi që po vemi drejt asaj që të lovuem nga diabeti, qenia akumulon sheqerin dhe normalisht një sasi e vogël kalon në diabet. I bën dëm, po. Përveç ëmbëlsirave do shkojmë edhe tek frutat. Frutat e stinës, për shembull, se mund të themi hëngri një fet shalqi ose një pjesë shalqinit të ftohtë, do t'i bënte mirë, por jo sasira të mëdhaja. Jo akullore. Akulloria është ka shumë sheqer. Vdesin, tash, nuk e dia, është shkruar akoma akullora për qenushën. Po, do t'jetë një biznes shumë si timprurës. Po, mund t'jetë një prodhim i veçantë. Sido që tjetë, normalisht në të ushqyer është pasandaj edhe në bazë të moshës që ka, duhet nevojat ushqimore, ndryshe ushqet një i vogël deri në 1 vjeç, ndryshe ai në rritje dhe ndryshe një i madh mbi moshën 10 vjeçe. Të gjitha këto shikohen dhe diskutojnë me veterinerin për të përcaktuar një bazë ushqimore dhe pasandaj shtesat nga familja nuk është domosdoshme, si thua, ta ndaloj dikush nga doktorat e thotë stop, mos e jepni. Mund të haj dhe mund të haj shumë mirë edhe ushqim në shtëpi. Por diskutohet çdo gjë. Diskutohet. 2 gjëra janë alarmante për mendimin tim për mbajtjen e qenëve në këtë rastin tonë në shtëpi ose pranë shtëpisë. Një që mua më duket shumë e frikshme, fëmijët që kanë jashmasa frikë nga qenë. Shfarë se edukon prindi o lale. Ti e ke të lidhur qenin, nuk ka asnjë shans që qeni të ikë dhe t'i sulet vajzës apo djalit që ka një frikë ose të frikshme, domethënë të vrapoj fëmia. Është një frikë që është njëktuar nga të rriturit, sepse ata nuk e kuptojnë. Nuk i ka ndodhur asgjë. Treçerekut të fëmijëve nuk i ka ndodhur asgjë me qenë. Kanë të lindur, e kanë pasë ka dhe të rritur kështu. Po thua kur del me rrokon dhe shef që friksohen fëmijët në lokale apo jashtë. Ka dhe gra, vajza, burra, pleq dhe zonja në moshë që ikin nga qeni. Do të trëmbesh nga rroko. Të trëmbesh nga rroko. Janë trëmbu nga ajsi. Unë i them trëmbu nga unë, jo nga rroko, se të kafshoj. Për shembull, Niki u trëmb nga rroko që pari. Jo, kisha tjetër problem, Renata, trego të vërtetën. Thash, fustani. Kisha asë më hapte fustanin. Edhe unë thash, Niki do të blej një tjetër, thash, do të blej një më të bukur. Kjo mendoj që duhet edukuar dhe përgjithsisht në vendet shumë fetare që nuk e prekin qenin me dorë ose në qik muslimane, nga këto që na rrethojnë ne, është pak problem te të gjithë e kam parë. Se është kjo? Nuk do të ose ndoshta bëjnë ato faljet, lutjet e tyre dhe janë të lidhur me fen dhe po ti kenë një kontakt me qenin ose me macen, me qenin në këtë rast, duhet të bëjnë veprime të tjera. Po kjo është e parëndësishme. Rëndësishme është si të kultivojmë në shoqëri. Besimtar musliman që kanë qenë. Po që kanë qenë edhe janë të ndara. Po janë të ndara dhe stresat mendore njerëzore besimtare në raport me mendore kafshën. sociale. Disa thonë që ai ka shkruar në Kur'an që macja duhet të jetë është gjëja më e lartë e Zotit në tokë. Disa thonë qeni është andej është këtej. Ka teori të ndryshme që si përcakton dot. Këto janë racizma fetare që sipas shijeve të njerëzve përdorin edhe kafshët në këtë rast. Bëjnë ndarje të kafshëve. Një moment. Dhe e dyta? Duhet edukuar në shoqëri, në shkollë, mos pasja frikë ndaj qenëve, maceve, se kur ke frikë nga qeni dhe macja, ke frikë edhe nga pula, ke frikë edhe nga gomari. Ke frikë edhe nga plumbat që s'të bëjnë asgjë. Dhe tjetra është që duhet me patjetër duhet marrë fund kjo dhuna e kafshëve, që e prekëm pak në fillim fare, dhe derivat me dhunën që ne u shkaktojmë kafshëve të ndryshme shtëpiake, edhe ato që i mbajmë në ferm ose jo, qoftë duke futur këtu edhe shpendët edhe peshqit, por në këtë rastin ton mace dhe qenë, duhet marrë fund njëre mirë edhe kafshimi i qenëve me pronar ndaj njerëzve ose ndaj kafshëve të tjera. Pse? Nëse një qenë me pak pronar ose me pronar, një qenë që e ushqen dikush në lagje, që është më pak i mbrojtur. Po, që është më pak i mbrojtur. Qoftë në rastin ton një qenë me pronar, kur kafshon dikë, duhet merren masa ekstreme. Është shumë e vështirë të merret qeni, të shkojë qeni diku në një strehës, në një ambient tjetër, sepse s'mban njeri përgjithësi. Ecuria e letrave që duhet bëhen për ta ulur këtë temp ose për ta kushtëzuar këtë gjë është e pakët. Dhe një problem tjetër është që kur të na ndrojnë jetë kafshët apo macet, qentë apo macet tona,
ne e dim se çfarë sakrifice është për të bërë për ta çuar atë diku në një vend që të prehet Sot ditë ka qarkuar një video se të një zonje që kishte bërë një vend për të edhe kishin kujtuar që ishte në fëmijë i dajt, vogël. edhe kishin kujtuar se ishte vari një fëmijë të vogël, u bë goxha virale. Ti dhe ke para apo jo? E kam parë unë. Si duhet të duhet të ekzistojnë dhe vareza. Bashkitë përkatëse, unë besoj që nuk mungon dëshira, nuk mungon... Asgjë s'mungon, as kapaciteti, as dëshira, as buxheti. Thjesht mungon koha e duhur për ta bërë atë gjë. Dëshira mungon. Kam dëgjuar njerëz që donin ta çonin qenin dhe macën edhe te varri i familjes. Nuk më duket, personalisht nuk më duket e keqe, që me fotografinë time atje tjetë edhe që në ushim ose macja ime. Mati do ishte kënaqësi e madhe ta kisha bukuroshin tim Bardhi, se Bardhi e kam quajtur në fillim fare. Pastaj duke qenë se Bardhok ndoshta dhe Roko ka shkurt. Po, duke qenë se Bardhi ishte një shok i familjes, e quajtëm Roku. Po, shën Roku është mbrojtësi i kafshëve dhe të tjera sendeve me 4 këmbë. E kjo është një zgjidhje sepse duhet gjetur një zgjidhje sepse njerëzit kanë edhe kuaj, kanë edhe lop, kanë edhe derra. Po mirë, ata në fshat e gjen një vend ta Ato mos e vrit mendje se ato sa ngordhin i shesin mishin në hati unë Renata Dakor, disa nga ne edhe nuk janë fare. Por për ne që i kemi kafshë shtëpiake duhet gjetur një zgjidhje. Ka ardhur koha të gjejmë një zgjidhje ose të ketë një varrezë të përshtatshme vetëm për kafshët shtëpiake. Po, sigurisht e para është ajo që tham për mbrojtjen, mos keq trajtimin, mos bëhemi, le të themi, shembuj më negativ dhe më të këqij të keq trajtimit të kjo arrihet nëpërmjet bashkëpunimit nga ana e legjislacionit ta kërkojnë qoftë shoqatat, qoftë me bashkinë institucionet vendore. Po, çdo bashki është e detyruar të bëjë një gjë të tillë, po kjo gjithmonë me legjislacionin që qoftë edhe të digjet dhe pastaj nuk është formuar akoma. Me djegje do ishte akoma më mirë dhe më bën çudi fakti që s'është marrë nga dikush nga ana private. Në fakt ta çojmë te një pemë hirin e... Po, me djegje është më mirë. Nuk e pranon dot, Renata. Ajo se pranon, unë e pranoj, nuk ka problem. Të lutem, edhe në minutën e fundit do doja 2 këshilla për macet, sepse ato nuk dalin, nuk i nxjerrim, e përballojnë më shumë vapën, ushqimet që nuk duhet t'i japim, disa japin kos frutash, është e lejueshme apo jo, ushqimet të tjera që lejohen. Macja është më problematike për temperaturat në krahasim me qenin flasim, por duke qenë se ato janë po themi, lëvizja e tyre është më e vogël, duke i mbajtur vetëm në familje, ato e gjenë vetë një rrëz të ftohtë dhe futen atje, kur themi, ose në kondicioner. Me që më kujtu kondicioneri, do të thosha që përdorimi i kondicionerit nuk është gjë më e mirë e mundshme. Do të ishte më e mirë të përdorësh një freskuese për qarkullimin e ajrit brenda ambientit, sesa të futet kondicioneri. Sepse vetë tharja e ajrit dhe lagështira që ndodh, që kemi ndryshime të ambientit atje, sjell dëmtime qoftë në laringite, faringite deri në problemet mushkërisë. Pra, do të ishte më mirë një qarkullim ajri sesa një kondicioner. Edhe për ne. Për të gjithë, por është sidomos qeni dhe macja kanë shumë të ndjeshme, këtë ndryshim në temperaturës është ndjeshmëria shumë më e lartë. Kështu që ndërkohë macja duke qenë se është një kafshë që mund të mirëbahet thjesht vetëm brenda, nuk kemi problemet si tek qeni. Ndërkohë, ato që jetojnë jashtë do vënë dhe televizin dhe kërkojnë vetë një ambient të freskët, janë më të shkahta dhe si thuash, e mbrojnë më mirë organizmin e tyre në krahasim me qenin. Ushqimi i gatshëm, po ushqimet e tjera që konsumon familja? Po, mund të hajë gjithçka. Macja normalisht, ju thash që yndynat është gjë më e keqe që mund të mos përdoret në raste të tilla. Kockat po ashtu, me që flasim për macen, halat e peshkut janë shumë problematike, sepse macja e do shumë peshkun, por duke qenë se ka një kërkesë shumë të lartë për llojin e këtij ushqimi, mund edhe mos e kontrolloj mirë të gjë dhe ndodh që të ka përdi deri dhe... Po, mund të jetë e përgatitur, po. Unë kam zgjidhur me Rokon... Kur kemi kosi frutave ka ëmbëlsirë dhe duke qenë me ëmbëlsirë normalisht nuk bën për ta ngrënë. Mund t'i përdori kosin e freskët të ftohtë, po, të thjeshtë. Ta bësh vetë në shtëpi. Kosin e thjeshtë mund ta përdorësh, por jo ato që janë të përgatitur që flasin për që kanë ëmbëlsirën brenda, sepse çdo lloj ëmbëlsire për kafshët. Edhe kosi me masë sepse krijon krimba.
çdo derivati qumshit krijon. Shko, duke dhënë çdo 3 muaj laçin që është për parazitë e brendshëm e këtë mbrojtur dhe këtë mbledhur mendjen. Po si ka probiotik? Jo, e ka fjalën për parazitë e brendshëm sepse albulmetat japin një përqindje ose më mirë them ndihmojnë në riprodhimin dhe në zhvillimin e parazitëve të brendshëm. Tot Roko që mbaroi hapësira ka ishte edhe mënyra që të duronte këtë pjesën, Roko që ne ju kërkon nga arkiva juaj një salcice. Kjo është. Kemi se kupton fjalën salcice. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ti keni me shëndet dhe me jetë. Kishte dalë dhe një ChatGPT-ja do arrit që të kuptojë se çfarë ju thot kafsha juve, nëse keni lexuar 3 javë të fundit, po. Inteligjenca artificiale do të jap mundësinë të kuptojë. Kishte dalë dhe një kokër për t'i dhënë qenushave që të jetonin sa më gjatë. Nuk e di sa e vërtetë është. Sardelet dhe Roko ka një lidhje ekstreme bashkë. Ja do t'i përgatisim pjatë pak më vonë. Edhe vaj peshkut që marrim ne për trupin tonë, shumë mirë. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj. Ne do të kalojmë në publicitet. Rikthehemi përsëri në Reze. Ne bëjmë gjithçka për t'i mbrojtur fëmijët tanë, për t'i ushqyer ata, për t'i ofruar lodra, rroba, ushqime, gjithçka të mirë. Por, jo të gjithë e dimë edhe mendojmë që aty ku ndjejmë më shumë siguri, shpesh fshihen edhe rreziqe të padukshme, toksinat. Nëse e keni vënë re, këtë periudhë kemi folur jashtëzakonisht shumë, kemi marrë ekspertë të ndryshëm për të na dhënë këshilla për mënyrën se si i zgjedhim produktet tona të përditshme, ato produktet cilat përmbajnë apo jo kimikate, se të lexojmë etiketat, që tek produktet kozmetike, ushqimore, të pastrimit e me radhë. Ne do ndalim tek fëmijët, do mos tek lodrat. Jam me Suela Xhufi që është toksikologe, mirë se erdhe dashur. Kënaqësi që jemi këtu për të folur pikërisht për ato toksinat ose lodrat të cilat shpeshherë u blem në mënyrë, le themi, për te mundësive fëmijëve tanë. Çdo lodër që ata shohin e blejnë, edhe ato më të lirat, edhe në pamundësi ndoshta edhe të çmive të papërballueshme në treg, arrim të t'ju blejmë. Sepse normalisht. Por nuk e dim se çfarë fshihet brapa këtyre lodrave, sa të dëmshme janë dhe si do ta kuptojmë ne që kjo lodër nuk bën për fëmijën tim sepse ka kimikate apo toksina të tjera. Në radhë të parë ka disa kimikate të cilat sipas CS ose sipas organizatave të ndryshme cilat merren me lodrat e fëmijëve ose shoqata botërore pediatrike nuk i lejon që fëmijët të jenë në prani të këtyre. Dhe nuk është vetëm te lodra, por është edhe tek boja e murit, po edhe tek krevati, në cilën në radhë të parë prindërit duhet të marrin gjithmonë lodra në vendet e licencuara, ose në ato që ne i quajmë kompani që janë të licencuara brand. Gjithmonë lodrat e fëmijëve duhen bler aty, duhen bler në treg. Sepse janë të vetmet kompani të cilat mund të kërkosh dhe llogari për përbërësit që unë do të them më poshtë, se ka disa përbërës. Radhë të parë janë formaldehidet, janë ftalatet, janë metalet e rënda që i gjejmë, të cilat është plastika, PVC-ja, e cila nëse merret e një fëmijë që sapo ka lindur për një kohë të gjatë, jep efekte negative, si në zhvillimin e tij neurologjik, si në çrregullimet hormonale, pra ndërprerje të sistemit endokrin, çrregullon sistemin endokrin, dhe metalet rënda kanë efekte akoma dhe më negative, të cilat nuk duhet të kenë fare plumb, për shembull. Bën pengesë për zhvillimin nervor, kam dëgjuar apo jo? Me thënë duhet të kenë plumb, duhet të ketë arsenik, duhet të ketë nikel, alumin, të cilat mund të gjenden në këto lloj lodrash. Është plastika ose PVC-ja, zakonisht fëmia në fazën e parë ka fazën orale, që çdo gjë e merr e fut në gojë. Të mos fëmijët e çerdheve, të kopshteve, të vegjël nuk i kontrollon dot sepse në atë mënyrë njeh dhe botën. Nuk e vendosur është faza orale, pra që quajmë, faza orale, kushdo që ai shef e fut në gojë. Nëse ne japim një lodër e cila ka plumb, ka arsenik, ka formaldehid që janë kancerogjene, ka ftalatet, ka PVC-n, detyrimisht ky fëmijë zhvillohet me një nivel intoksikimi pa u zhvilluar mëlçia akoma, sepse mëlçia e fëmijës nuk është në ato nivele të cilat mund të bëj pastrimin e organizmit. Dhe detyrimisht një mëlçi e pazhvilluar bën që këto toksina të inserojnë në trup, të inserojnë në masën dhjamore, duke dhënë një mos zhvillim, duke dhënë atë që ne shohim sot tek adoleshentët. Ne shohim që në mosha të vogla kemi një obezitet që nuk është vetëm kjo, patjetër. Është dhe një zhvillim i parakohshëm. Pikërisht. Do të thënë ne mund të kemi goca në moshën 10 vjeçë me cikël menstrual. Me gjoks të formuar. Me gjoks të formuar, pra që duken goxha të mëdha në moshë
për moshën që ato kanë. Të gjitha vinë themi ne nga ushqimet, papa e vërejtur që shiko se ky fëmijë patjetër dhe nga ushqimet, nga ambienti, nga lodrat që kanë përdorur edhe për konsumuar. Edhe krevati. Kur themi konsumuar është kjo pjesa e fazës orale. Edhe krevati, kur ne blejmë krevatin, duhet kemi kujdes të boja. Prandaj thashun gjithmonë duhet më mirë të marrësh 2 lekë më shumë atë krevatin, të thjesht, por e di që boja me të cilin është lyer krevati fëmijës nuk ka metale të rënda, nuk ka plumb. Mirë, këto metale me kalimin e kohës doja të dija. Aty qëndrojnë aty nëse nuk bëhet një detoks. Dhe problemi qëndron që ato inserohen në qendrat cerebrale, inserohen në trup dhe është pak e vështirë për të bërë detoksin, nuk është kaq e thjeshtë. Metalet të rënda kemi të gjithë në një farë mënyrë ose jo. Nuk është vetëm ajo, janë dhe parazitët. Pjesa më e madhe e jona kanë parazit. Sepse është vetë ushqimi që ne konsumojmë. Parazitët i gjejmë dhe në ushqimet e ngurta, jo detyrimisht i gjejmë dhe në ushqimet e lëngta. Dhe në ato të paketuarat, fatkeqësisht, mund ta gjejmë në çokoladë, larvat e parazitëve. Dhe parazitët dashurojnë metalet e rënda. Dhe gjithmonë kur ne kemi parazit, kemi dhe metalet e rënda. Domethënë, por tek fëmijët, kur fillon që ai s'ka filluar akoma, është me qumësht, nuk ka filluar akoma të konsumojë ushqime, i inserojmë këtë lloj ambienti, ne ja bëjmë gati parazitit që do vi më vonë, që ai tjetë ta dashurojë këtë lloj ambienti. Glukoza është e dyta, që ata e preferojnë. Kështu që dhe këto do ta sugjeroja. Parazitët po ashtu ushqehen dhe kanë. Do t'ja sugjeroja nënave që të mos u japin fëmijëve në mëngjes ushqime me karbohidrate, por ta fillojnë me proteinë, pastaj karbohidratin më vonë. Sepse karbohidrati kur konsumohet esëll me stomak bosh, do të kthehet krijon është një gjë, trupi ka aftësinë që gjatë gjumit, dhe nga ora, nëse ne ushqejmë për shumë dhe në ora 7, dhe në ora 10, ka aftësinë që të bëjë një detoks të trupit, të vetvetes. Në qoftë se ne fillojmë me sheqer, e ndërpresim këtë lloj detoksi. Kështu që do ishte mirë që ta fillonim me një arsye më shumë, pra për ta nisur me proteinë më mëngjesin. Është më mirë dhe është edhe ajo e mbrojmë fëmijën tonë nga një insulin rezistencë kronike që do krijohet, sepse ne të gjithë, duke përfshirë dhe veten time, e kemi filluar gjithmonë mëngjesin me tëmbël. Jemi edukuar kështu. Një kafe. Dhe kjo ka qenë një farë mënyrë një krimi një insulin rezistence në mënyrë kronike në organizmin tonë, që e ka çuar një obezitet, në një gjendje prediabetike, dhe po të shohim mosha, pesha tek fëmijët nuk është aq brenda normave, paracentilve normal, siç kemi qenë për shembull në kohën tonë, para 20 vitesh mund të themi, ose para 30 vitesh. Pra kemi një ndryshim të obezitetit, të rritjes së masës tek fëmijët. Do doja të ndalesha diçka, Suela, që është shumë e rëndësishme për prindrit që na ndjekin. Është bërë një trend i jashtëzakonshëm, është bërë aq virale, por edhe vetë algoritmit fëmijët të cilët qëndrojnë edhe në rrjetet sociale nga prindrit apo nga telefonat e tyre. Edhe kam parë dhe më ka ardhur shumë mirë që shumë edhe mjek kanë reaguar ndaj këtij fenomeni. Bëhet fjalë për ekspozimin e këtyre grup moshave të vajzave 10 vjeçare, 12 vjeçare ndaj produkteve Sephora. Të kozmetikës. Të kozmetikës. Një dëshirë, një varësi e tyre, duke parë se si është të qesh e bukur edhe si është të humbësh vetbesimin kaq shpejt, thjesht duke bërë këtë. Kjo është e ka bërë. Po, e drejt, dhe kam parë tek shumë vajza që i përdorin këto produkte dhe ndoshta prindët nuk kanë informacionin e duhur se sa të dëmshme janë produkte kozmetike për këtë grup mosh. Që te zhvillimi i tyre hormonal, që tek problemet me vetbesimin, nga ana psikologjike sa e rëndë është. Më thuaj një thirrje për të gjithë prindit që na ndjekin, të kontrollojnë se çfarë përdorin. Gjithçka fillon tek aftësia që kemi ne për të kontrolluar informacionin që japin fëmijëve tanë. Duke qenë se ne një telefon në japin që në moshën vogël, dhe kjo është një gabim madhor, detyrimisht këto linqet e shumta ose media sociale është kaq e dhënë bas marketingut, se ato janë i gjenë kudo. Dhe modelet që në ofrojmë si shoqëri, duke përfshirë dhe televizionin që është kryesor, por jo vetëm, televizion ndoshta nuk diqet më aq shumë sa diqen mediat sociale. Dhe detyrimisht modelet që na ofrohen entreprenorët ose personat VIP në thonjza, janë ato të cilit bëjnë një informacion të gabuar, dhe që këtu fillon e para.
që duhet kontrolluar nga të parë nga shteti të gjithë personat që bëjnë këtë lloj gjëje. Duhet të jenë profesional, profesionist. Unë nuk mund të jem, unë jam, më fal, jam gazetare ose jam entrepreneur dhe të bëj vlerësimin e një kremi, ose të një kremi për bebin, ose të një kremi plazhi. Mua nuk më takon kjo gjë. Që këtu fillon para. Detyrimisht, unë duke parë si fëmijë që të tillë, që shikoj një bukuri të bërë dhe me filtra, detyrimisht, fëmija e merr nga kjo, fëmija merr informacionin që shef. Dhe informacionin që ka vërdall. Ai nuk e filtron dot. Nuk e filtron dot. Detyrimisht kjo i duket e saktë. Por efektet anësore që kanë kozmetika, jo vetëm tek fëmijët, por edhe të rriturit, është kronik. Është vrasës i heshtur. Është vrasës i heshtur patjetër, të plak shpejt, krijon një çrregullim dhe parfumet, jo vetëm, por dhe parfumet, nuk duhen përdorur nuk të moshë. Kishte dalë një studim që për grupmoshat, për adoleshentet edhe për vajzat e vogla që përdorin parfum, dikojnë shumë tek zhvillimi i tyre hormonal, ciklish. Ullë e çrregullon, bën këtë që ne e quajmë pëcallsin, ose sindromën e vezorëve polikistike. Domethënë një çrregullim të ndryshon edhe në jep probleme dhe në fertilitet. Po patjetër, lëkura është organi më i madh i cili thith shumë. Domethënë çdo gjë që ne vëmë lëkurë na duket sikur nuk për 26 sekonda hyn në gjak. Po pra, hyn shumë kollaj, shumë mirë. Dhe unë kam thënë edhe për kremrat e plazhit, edhe për kremrat në përgjithësi që ne përdorim. Duhet kemi shumë kujdes në përbërësit kryesor që ne shohim. Të mos kenë metale të rënda, mos kenë këto benzoatet, sepse të gjithë mos kenë ftalatet, sepse kanë efekte negative jo vetëm në sistemin endokrin, por kanë efekt negativ në rregullin e sistemit imun, në intoksikimin hepatik, sepse çdo gjë që ne marrim do pastrohet nga mbëlqia. Dhe një mbëlqie e cila është e mbi ngarkuar nga ushqimi, nga ajri, nga uji që ne pim, nga rezatimet që ne marrim, nga kozmetika. Një femër, marrim një rast, një femër për ditë merr 140 kimikate. Një femër merr çdo ditë 140 kimikate? Nga make-upi, nga parfumet, nga kremrat që e marrim. Po. Dhe mendoj që kjo gjë të bëhet që në moshë të vogël, se çfarë do të ndodhi, me këtë vajzë, duke qenë se djem po i lëm çik më mënjan, se përveç xhelit kanë më pak produkte. Kanë më pak, po kanë filluar dhe ata të kenë. Po na afrohen afër. Mendo se çfarë ndodh me një fëmijë në moshën 10 vjeç, që kur të vej 40 vjeç, sa vjet ka që intoksikohet çdo ditë. Jo vetëm në plakje, në mënyrën e plakjes së lëkurës, por në sistemin imun, në sistemin riprodhues, në sistemin e parandalimit, sistemit të parandalimit të tumoreve, sepse normalisht sistemi imunai dhe hepari, mbëlqia. Qofse ne kemi një mbëlqi të shëndetshme, nuk ka kancer. Mbëlqia është ajo që bën bllokimin në një farë mënyre dhe sistemi limfatik të qelizave tumorale, që çdo ditë ne krijojmë qeliza tumorale. Por është sistemi jon imun që i parandalon. Është trupi që vihet në lëvizje. Sola, të falenderoj shumë, këto tema të cilat lidhen me shëndetin dhe me mënyra se si ne duhet ta mbrojmë ato janë shumë utilitare për audiencën. Falenderoj shumë për prezencën tënde, punë të mbar, shikim të këndshëm në programacionin në vijim në Report Televizion. Shihemi nesër me Reze Dielli. Ju përshëndes.